Lumir Abdigjiku u konfirmua sërish si kryetari i LDK-s pas një fitoreje me diferencë prej 30 votash në kuvend. Abdigjiku u shpreh se nuk ka vend për triumfalizëm, por për reflektim dhe maturi, duke nënvizuar rëndësinë e unitetit dhe angazhimit të përbashkët për të çuar përpara partinë e tyre. Sot nuk kemi arsye për triumf, por për vetdije, krenar për standardin që ruajtëm dhe për vlerën që përfaqësojmë, tani na duhet maturi, bashkim jo nga nevoja për nga bindja, dëgjim jo për formë por për kuptim, punë e madhe e përbashkët me përullësinë që e ka mbajtur gjithmonë LDK në këmbë në momentet më të vështira të saj, tha ai pas kuvendit. Por ish deputeti i Lidhjes Demokratike Adem Saliej tha se kuvendi i partisë nuk solli stabilitet dhe se situata në LDK vetëm sa do të përkeqësohet në vijim. Epilogu i kuvendit të LDK-s nuk i dha zgjidhje situatës, kështu që asnjë lloj stabiliteti nuk pritet, do të ndodhe kundërta. Lumir Abdigjiku bëri atë që paralajmëroi dhe që pritej. Ai gjeti një mënyrë jo të rregullt në aspektin statutor për të mbetur në këtë pozitë, sepse nuk ka dispozitë statutare që thotë se dorëheqja votohet. Ka vot besim ose shkarkim, por jo votim të dorëheqjes, tha ai. Saliej u shpreh se me përfundimin e kuvendit ka mbaruar edhe shpresa për një ngjalljen e LDK-s. Sipas tij, me Lumir Abdigjiku partia do të vazhdojë rrugën te poshtë, ndërsa një zinxhir dorëheqjesh dhe efekte negative tashmë ka nisur. Megjithatë, tash jemi para aktit të përfunduar. Bashkë me përfundimin e këtij kuvendi, përfundoi edhe shpresa se LDK-ja do të gjente rrugën për ringjallje. Me Lumirin erdhi deri te 13%, me Lumirin vetëm do të vazhdojë ky rrugtim te poshtë. Thonë se në politik nuk ka moral, por jo deri në këtë mas. Tashmë kemi një zinxhir dorëheqjesh, të cilat siç duket do të vazhdojnë, pra efektet negative dhe pasojat erdhën menjëherë, deklaron Adem Saliej.